Kam një problem sepse nuk e le dot fëmijën e vogël të shkojë diku me familjen time ose me familjen e burrit në X vend, po nuk e shoqërova unë ose bashkëshorti, më kaplon një ndjenjë ankthi dhe frike sikur diçka e keqe do t'i ndodhë. Dhe shpesh kemi refuzuar dhe për këtë rast, por edhe për vete ndjehem keq edhe më pas. Pse duhet mendoj më të keqen? Si duhet ta zgjidh këtë lloj situate? Në këtë lloj situatash, këshillohet që të bëhet e kundërta asaj që parandjen njeriu. Sepse kjo lloj parandjenje është për shejtanit. Shejtani e trem njeriu dhe i krijon parandjenja të këqija. Atëherë si veprohet në tilla raste bëhet e kundërta e parandjenjes. Dhe lexohet shpesh ajeti kuranor ku Zoti thotë: Ma asabe musibetin fil ardi wala fis samai illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nuk ndodh asgjë në qiell dhe në tokë pa e qenë e shkruajtur nga i Madhi Zot. Qul len yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, s'ka për të na ndodhur vetëm se çfarë ka shkruajtur i Madhi Zot. Për këtë arsye unë gjithmonë them, këta njerëz që kanë të tilla parandjenja kanë probleme me besimin në kader. A themin e besimi çfarë është? Të besosh Allahun, besosh me lajket, besosh librat, besosh profetët, besosh kadan dhe kaderin, besosh ditën e gjykimit dhe ringjalljen. Këta njerëz që kanë të tilla parandjenja kanë probleme me çfarë? Me kaderin. Ne themi e mira dhe e keqja është e caktuar nga Zoti. Jo po unë kam parandjenjë. Kjo parandjenjë është për shejtanin. Po çfarë duhet bëj për ta luftuar këtë parandjenjë? Duhet bërë e kundërta. Duhet bërë e kundërta. Do me thënë, ti ke parandjenjë se do të ndodhi diçka, jepja. S'ka si problem. Sepse kjo lloj parandjenje është produkt i kujt? Produkt i shejtanit mallkuar. Dhe nuk ka mënyrë më të mirë për t'i luftuar vezveset, pra ngacmimet, për t'i luftuar këto lloj parandjenjash vetëm se bërja e të kundërtës. Për shembull, thonë njerëzit që po kaloj macja e zezë, do të eci ters. Ne pavarësisht se nuk e besojmë këtë gjë, nuk e besojmë. Ama kur ndodh, vjen mend njekush kjo gjëja. Atëherë edhe po që ndyshje me e bë këtë rrugë, qysh në fillim, vetëm për i macës zezë duhet me vazhdu rrugën. E qartë? Thotë për shembull, po t'u thy pasqyra, atë ditë ka për të ecë ters. Ti faktikisht ke qenë ndyshje atë ditë me e bë pushim, pse ditë e diel, apo me dalë me punu. Duhet me bë të kundërtën, me dalë me punu. Me e luftu besimin supersticioz. Me luftu këtë lloj besytnie, me bë të kundërtën e asaj.